Unë nuk e shoh të gjën. Rozi, ne po bënim muhabet se ti s'ke dalë të folë me veten, aty ne ke menduar me zotlarët dhe unë mendoj kështu gjë për bonën, ose për tjetrin, ose për tjetrin, për tjetrin. Unë s'kam fytyrë në lidhje me Laertin. Ke fyer. As kam shar në lidhje me Laertin. Nuk të thash për asnjë moment. Madje vetëm ajo që kam bërë gabim në shtallet. Tallet është një fjalë shumë e madhe. Nuk kam thënë në asnjë moment që ke fyer apo të tjetrin. Ka luajtur, i thash dje, ke luajtur Laert. S'është njëta gjë, Sik më e rënda ajo. E njëjta gjë është, po është më e rëndë, e kupton? Ka luajtur është gjë tjetër. Është gjë tjetër. Është si puna treshes moj. Tre kënd treshe, e kupton? Merr konotacion tjetër. Ti mund t'i japësh në gjyrë si të duash ti. Po pra, po jap në gjyrë më të lehtë ti tani. Okej. Se zjedh ti t'ja japësh. E pra. Talje edhe luajtje, do më thënë, kur luan me dikë, i bje që po e vën loj po talësh. Po ti jap në gjyrë më të lehtë tani se më duket sikur fy njerëz, e kupton dhe s'dua. Aq më tepër me raport që s'mintereson fare. Fare. Shalaj ju bëhet mirë. I thash, më trego, ç'a duhet bëj? Ç'a duhet bëj? Si mund të, a do të mos flas fare? Më thuaj vëlla, Oroz mos flit fare për këtë gjën. Po problemi qëndron që jam në shtëpi që duhet me diskutuj se po t'isha jashtë. Kishte ndodhur kjo ty me bonën. Unë thash, hajde si është puna lart, unë s'do të futem këtë bonën e njoh, ty të njoh, po jam me një vend që nuk du me prish relatat as me njërin as me tjetrin. E kupton? Madje me ty jam pa në punë më shumë se që jam pa me Laertin. E kupton? Rozi, nuk prishesh me njëri... Jo, jashtë nuk zgudzoj. Ç'pu nga mund jashtë? Rozi... Jashtë nga mund të t'jap mendimin tim atë do tjetër as do ty, ç'pu nga mund? O, Rozi, edhe njerë, dakord. As nuk e bëj, as mos e bë, një gjë mua. As nuk e kam bërë jashtë as brenda, por po diskutojmë diçka që është këtu në shtëpi. Edhe sjelljet dhe veprimet dhe ajo çfarë na nxjerr goja. Ai thot kam tjetër ndjesi, thot ai. Ditë, domethënë javët e fundit thot kam tjetër ndjesi. Thot, domethënë edhe kur i ri afër kam, edhe unë i thash, mos ndoshta kjo ndikon i thash dhe nga izolimi i shtëpisë ti ke shumë kohë këtu brenda, se ndryshon i thash në raport mashkull me femër. Edhe po, edhe jo, thot. Por, unë nuk dua që kjo të ndikoj. Shiko. Ore, ti si është puna. Rozi, po flasim për disa sjellje që shikon në përshpikash. Bona. Nuk ka lidhje a ndikon apo s'ndikon. Unë jam i njeri. Unë nuk jam e vogël. Ja, po jo, ç'pun kam unë moj ti. Veshti kam vend. Po patjetër moj, po unë kam. Shikoj dhe unë. Shiko bona. Pse unë kam një dobësi dhe një ndjesi, është gjë tjetër. Po mos kam çati bëj unë asaj. Unë po tregoj. Unë kam një nuatje që e kam edhe jashtë. Respektoj time tek personi që kam përballë. Qoftë edhe në marrëdhënie shoqërore. Shiko, unë edhe për ty që nuk të kthehem, them, ka njerëz që thon po bën loj për të përgjithsisht gjithë shtëpia. Unë në javët e para kur filloi gjëja, sigurisht që mund ta mendoja që ishte kjo, domethënë, ishte kjo loja në mes, se po ta marrësh kështu edhe dashuria si koncept është një formë loje. Por, edhe sot për shembull që ja kam thënë këtyre tjerëve që ri që e shoh me ty, them që ti ke një lloj afeksioni goxha të madh për Laertin, e vlerëson shumë Laertin, po ashtu si e shoh unë, nuk mund të them që ti ke rënë dashuri me Laertin. Rozi, dashuria është fjalë shumë e madhe. Po pra, po ndonjëherë ndodh bona. Ndodh. Unë nuk di ta përkufizoj të ndjesi dhe të them baras në fund. Unë dashuria ndodh ndonjëherë me 2 sekonda. Ndodh 2 sekonda. Ka ndodhe më keq. Ndodh edhe dashuri, afeksion, me shikim të parë. Po çita më ndodhin? Ti njihesh, rimet mund të vinë një moment që mund ndahesh. Po patjetër. Nuk kam ardhur këtu nga thjesht nga shtëpia, sa kam lindur dhe kam ardhur këtu.